Kandidati për kryetar të komunës nga lëvizja vetëvendosje Artan Abrashi mbrëm bashkë me kryeministrin në detyrë Albin Kurti, ministrin në detyrë Maqedonski dhe partnerët e koalicionit u pritën me mbështetje të madhe nga qytetarët e Korishës, ku ata kërkuan votën e 9 nëntorit dhe kjo na jep edhe më shumë energji për të vazhduar drejt ndryshimit që Prizreni e meriton, u shprehën ata. Pastaj kanë takuar banor të lagjes Kurilla, ku edhe këta banor kërkuan që të votohet kandidati Abrashi duke premtuar se do të jetë edhe ndryshim për Prizrenin. Pastaj kanë vazhduar bashkë me kryeministrin në detyrë Kurti, ku dëgjuan shqetësimet të komunitetit rom dhe u tha se shqetësimet tuaja zotohemi se do të punojmë për zgjedhje konkrete. Albin Kurti dhe partnerët e koalicionit fitues për Prizrenin u takua me qytetarët në Korish, ku u pritë në mënyrë madhështore. Aty, bashkë me kryeministrin, i siguruan qytetarët se në 4 vitet e ardhshme do të ketë kujdes të veçantë për Prizrenin. Pas, vazhduam takimin me qytetarët e Korillës, ku entuziazmi për ndryshimin e fitores tonë u ndje fuqishëm. Dhe mëtej, takuam qytetarët e komunitetit rom, të cilët, si në të gjitha komunitetet tjera, janë rreshtuar për ndryshim, sepse kjo qeverisje lokale u ka rënduar jetën çdo ditë. Faleminderit nga zemra të gjithë qytetarëve që po na bashkohen për ditë. Pas secilin prej jush dhe vetëm bashk, pa dallim partije apo përkatësie, do të fitojmë në 9 nëntor. Me qeverisjen tonë të përbashkët për Prizrenin tonë të dashur. Kurse Zafir Berisha nuk ishte i bashkangjitur këtyre takimeve, por ai ka takuar banorët e Billushës dhe Poslishtit, ku me mbështetësit e BPD-s në Billush, tha se ne jemi forca që nuk dorëzohet. Ne jemi zëri i qytetarëve që besojmë në punë, në ndershmëri dhe në zhvillim, jo vetëm në koalicion të natës dhe që të planifikojmë dëmtimet ekonomike të qytetit. Në Poslisht tha se nuk e kthejmë kokën pas. Rruga jon është me njerëzit, jo me pazaret. Politika pa parime është vetëm tregti i pushteti. Bashkimi Demokratik i Prizrenit nuk është themeluar për pazare, por për qytetarët e Prizrenit, tha Berisha para banorëve.